U rikthyer në pjesën e dytë të emisionit ku gjithmonë kemi të ftuarit tan ku do të flasim për tema të ndryshme. Kësaj radhe do të flasim pikërisht për skimin. Duke pasur parasysh momentin që hym në stinën e dimrit dhe ne ajo menjëherë që na shkon ndërmend është skijimi, bora e kështu me radhë. Por, ata që nuk din për të skijuar tani më kanë edhe shkolla pikërisht për këtë sport për të mësuar. Dhe këtu me mua në studio kemi Plaren Sali, njëkohësisht instruktor për skijim. Përshëndetje Plaren dhe mirë se erdhe në emisionin e mëngjesit të Ritmi i ditës. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, mirë se u gjeta edhe njërive. Atëherë të flasim pikërisht për skijimin. Çfarë nën kuptojmë saktësisht me shkollim të skijimit? Po kështu, me shkollim të skimin ne faktikisht momentalisht jemi si shkollë skimit. Dhe më thonë, ne shkolla jonë ofron mësimin e teknikave elementare të skimit, dhe më thonë që fëmin ose të rriturit i marim nga jo nivel i që nuk din skijojnë as pak fare, edhe arrin në nivele deri ku ato dëshirojnë. Kjo është dhe më thonë qëllimi i shkollës. Qëllimi i shkollës është afrimi i fëmijëve, nëse flasim për grupin e fëmijëve që bëhet tash pushimet dimrore ku i kanë fëmijët edhe prej shkollave. Qëllimi i asaj është shoqërimi i fëmijëve, largimi i fëmijëve nga përditshmëria, nga pjesa e teknologjisë, edhe nga këto pjesët e problematikave të kohës moderne që janë tash, siç janë deformitetet e fëmijëve që janë normale tash prej kohës. Edhe më shumë është kjo qëllimi i kësaj. Pasi që filluat me fëmijët, nga cila moshë rekomandohet për fëmijët për të filluar, për të mësuar këtë lloj sporti? Po, nga cila moshë? Faktikisht nuk ka një moshë që të themi se është e limituar. Varet edhe prej aftësisë fëmijës, varet edhe për shembull ndeka ne katetove që nisin prej moshës 3 vjeçare nisin. Ju më afër e keni edhe kodrën e diellit, kështu që. Për atë arsye edhe po si e preferueshme është afërsisht mosha ndoshta 4 vjeçare, 4,5. Prej asaj moshe edhe kena nisë pranim fëmijë, edhe kena pas faktikisht vitet e kaluara sipas përvojës tonë që i kemi pa, edhe kena pas fëmijë që prej moshës 4 vjeçare kanë filluar skijoja pas një problem. Domethënë nuk ka. Ajo është po, mosha është vetëm numër, po. Edhe kështu që thash, nga mosha 4 vjeçare kena nisë me regjistrimin edhe për moshën për nal, domethënë nuk ka asnjë ndërprerje, asnjë ndalesë. Na tregoni pak procesin e mësimit të skijimit, si filloni me teori apo menjëherë filloni në atë pjesën e praktikës, skijimit, mjetët edhe në borë të dalim? Faktikisht e para, edhe që normalisht që duhet ashtu edhe fillohet, nisim njëherës ambientimin në terenet sportive, faktikisht ambientimin e fëmijëve edhe të rriturve në borë, që i merë normalisht skijit, i merë nisën hapat e parë, hecet, lëvizjet, do të thonë, ai njeri normal që ka ardhur për spari herë type në ski, ai edhe nuk ka përballu me borën edhe me ski. Faktikisht duhet të ambientohet në marrë pjesën e skive, të ambientohet me pjesën e borës, normal nuk është e njëjta, ka një gjatësi më të madhe skija, rreshqasin. E kjo është hapat e parë që nisin domethënë fëmijët dhe të rriturit nisin me ecje. Pastaj kada nisim me lëshim pakës rreshqitje, edhe kështu me radhë hap mbas hapi shkohet deri në atë nivelin ku edhe fëmijë edhe të rriturit nisin edhe rreshqasin edhe nisin për avancojnë me teknikat e veta. Sa kohë ju duhet për të avancuar? Po faktikisht sipas përvojës tonë, neve kemi kursin, nëse bisedojna për grupin e fëmijëve, e kemi kursin afërsisht 10 ditë në banë. Do të thënë 7 ditë fëmija ambientohet në pjesën e poshtme, pas skija shënësore dhe paket pjesën tjetër, do të thënë ambientohet në pjesën ku ushtron poshtë, edhe pastaj 3 ditë tjera i ka me ski lift që lishohet, do të thënë. E faktikisht ne kena planifikuar që fëmija edhe njerëzit normal që mund ju thash edhe nga fillimi. Ajo është edhe kapaciteti i fëmijës edhe i personit se sa mund ta akseptoje shpejt çështjen e mësimit të skimit. Faktikisht, mirë po periudha afërsisht 10 ditore është optimale për ta mësuar hapat e parë të skimit. Cilët janë ata që mësojnë më shpejt të themi, fëmijët apo të rriturit? Realisht
realisht fëmijët janë ato që mësojnë më shpejt, pasi që normal ato e kanë edhe pjesën që nuk frigohen, nuk i mendojnë sendet si i rriturit. Për shumë, ne të rriturit i mendojmë sendet normalisht një lëndimi joni, mund mendojmë nesër puna, na vështirëson edhe jetën. Atë fëmijët, më thonë, nuk ekziston ajo friga e madhe si që ekziston të 18. Edhe për atë arsye ndoshta ato kanë çështjen e mësimit e kanë më të lehtë edhe e akceptojnë pak më shpejt se ne të rriturit. Mund të na thoni se si punohet? Punohet individualisht apo edhe me grupe? Mireni vetëm me një person apo si shkon kjo pjesa? Ne kemi shkolla jonë ofron edhe kurse individuale dhe kurse grupore më të vogla dhe grupore më të mëdha. Tash realisht pasi posedojmë afërsisht 10 instruktori, posedojmë 10 deri 12 në varet edhe prej sezonës se sa interesim do ketë. Grupi më i madh që mund të arrijë është deri në 10 persona, deri në 12 maksimum. Një instruktor të punojë me 10 deri në 12 persona për fëmijët. Ndërsa për të rriturit ajo varet krejt edhe prej dëshirës tyre. Për shembull, dikush mundose këtë kurs individual, ne ofrojmë edhe atë pjesë. Do të thonë mund të ketë dikush kërkon edhe të ketë kurs në grup më të vogël, mund të ofrojmë edhe atë pjesë. Do të thonë këtë varet prej dëshirës, po si zakonisht tash grupet janë prej 10 deri në 12 veta maksimum. Maksimumin. Mund të na thoni se sa rëndësi ka instruktori në aspektin e sigurisë gjatë mësimit të skimit? Instruktori ka e lun rëndësinë më të madhe. Ka një rol të rëndësishëm. Po. Më thonë ka rolin shumë të rëndësishëm për arsye se e para është për sigurinë e skiatorit. Më thonë, nëse mësojmë hap mbas hapi skimin, atëherë shanset për lëndim ose shanset për të mësojmë skimin të gabueshëm janë shumë të vogla. Se normalisht ne mësojmë hapat elementar një mbas një, si fillon, si shkon, si vazhdon. Edhe i kemi atë pjesën e sigurisë që nuk tolerojmë, domethënë, pa helmet mbrojtëse, pa tesha të mira. Realisht, domethënë, ato janë sende që janë primare për të nisë të mësojmë skimin. Për ne është primare shëndeti, pasandej janë sende tjera, domethënë që roli i instruktorit është shumë i rëndësishëm për mësimin dhe skimin e drejtë në pistat e skimit, pasi që normalisht një gabim joni mund të kushtojë edhe rrethit tjerë, nëse nuk jemi ne në rregull, mund të bëjmë edhe lëndimet të skiatorëve tjerë në pistë. Kjo është problemi. Ju pak a shumë i cekët, cilët janë pajisjet e domosdoshme që duhen t'i kenë? E para, dhe më rëndësishme në pajisjet është ski etiket. Skijat ajo pjesa. Ajo është pjesa e parë. Ato pjesat mbrojtëse ju e cekët helmeta? Po, pjesat tjera dhe me thonë është helmeta që duhet ketë mbrojtje, ka disa mbrojtje tjera për kurrizin, për shpinën, edhe kështu me radhë, po si zakonisht helmeta është njëra ndër më të rëndësishme, syzet e skimit faktikisht, ajo na mbron pi erës edhe pi normal borës edhe ujit edhe lagështisë. Teshat normal duhet të jenë tash në secilën qendër skimi, realisht edhe kushtet atmosferike nuk janë normal si në qytet. Ato janë normal, është më ftohtë edhe kërkon edhe tesha pakës më adekuate të jenë për atë pjesë. Këto janë disa nga sendet më elementare që do t'i ketë një skiator kur shkon. Një skiator. Mund të na thoni se si motivoni fëmijët apo të rriturit të cilët kanë frikën nga skimi? Faktikisht për fëmijët nuk ka shumë nevojë për motiv, se fëmijët ata e duan borën. Ato e duan borën, ato vinë edhe me shumë dëshirë vinë. Bile me nxjerr presin pjesën e sezonit dimror, po 18 motivimi është pak më i rëndësishëm se të fëmijët, se normalisht 18 siç e ceka edhe më herët e kanë atë problematikën e sendeve që mendojnë më gjatë. Motivimi e tyre është domethënë deri ato e kanë problematikën derisa të niset skijoja. Të shohat, nëse lëshimin e parë, domethënë kur kalon lëshimi i parë atëherë vetë adrenalini vetëm afrohet vin vet, nuk ka nevojë edhe për motiv vetë. Se ajo është një lloj sporti që të motivon vet, se nuk ka kufi, se sa mund të provish. Atë për atë arsye nuk ka shumë nevojë për motiv, saqë lëshohet një herë, dy herë dhe vetë se ekziston motivi. Sa është e nevojshme për shembull të themi të përgatitja fizike dhe psiqike për të filluar një mësim apo një shkollim për skim? Përgatitja fizike
Pregaritja fizike është shumë e rëndësishme, pasi që normalisht kërkon edhe kondicion që është e skimit, se gjithkohës je në aktivitet edhe realisht kretë muskujt e trupit janë në lëvizje në atë periudhë, normal kërkon edhe të ketë kondicionin e vetë. E para është pregaritja fizike, do të jetë në nivel shumë lart për të arritur domethënë një seskjuje pa problem. Po edhe pregaritja psikike është ajo periudha para se që siç e përmendëm, domethënë para se të hypen ski, para se të nis lishohet, domethënë është ajo pregaritja psikologjike, ndërsa kjo fizike në nevojitet gjithkohës deri në fund sezonit. Realisht në vet unë nisi prej të vete në fillim të sezonit, bëj vetëm një lëshim, për shembull. Bëj vetëm një lëshim. Ne kemi kondicionin ton paraprakisht që kemi mirë, po secili lloj sporti dhe secili lloj aktiviteti ka të praktikën e vet. E ka praktikë, kërkon kohën pak edhe trupi të adaptohet. Adaptohet marr pjesë. Edhe kështu që në fillim kur nisim me sezonin unë bëj vetëm një lëshim vet, për veten time. Vetëm një lëshim e bëj edhe mjafton. Edhe mas ndaj kalon ato pjesët e ndezjeve, të muskujve që kalon, edhe mas ndaj ka tu afru të marrësh kondicion edhe derisa të arrim në atë nivelin që mos kemi problem. Mos kemi problem. Çfarë duhen të kenë parasysh të themi fillestarët? Fillestarët. E para punës do të kenë parasysh se ajo është një sport që ekziston rreziku realisht. Edhe kështu që do ta kemë parasysh se nëse ne jemi në rregull me skimin, me mbajtjen e rregullës, do të kene parasysh se ka edhe skiatorë tjerë që nuk i respektojnë shumë rregullat. Kështu që domethënë nuk kemi vetëm ne në pistën e skimit. Ka edhe skiatorë tjerë që duhet të kena kujdes për normalisht. Nga skiatorët tjerë. Tjetra send që duhet të kena kujdes është momentin kur mendojmë se nisim dim skim. Ajo është pak problemi se atëherë nisim lëshona pak më tepër edhe ndoshta atëherë vinë. Do të kena kujdes dhe do të gjithkohës ta kena në kokë atë pjesën e kur arrim nivelin e pregaritjes fizike edhe nivelin psikologjik se jemi në rregull edhe mund të nisim lëshona pak më shumë. Kur jemi tek rregulla, çfarë rregullash sigurie nuk duhet të neglizhohen të themi? Përveç që kemi parasysh që kemi edhe skiatorë tjerë, cilat janë ato rregulla tjera? E para është unë bisedoj domethënë për në përgjithësi për pistat e skimit kudo që të jetë, duhet të respektohen radhitja, mbajtja e rendit në për fillimin e ski ashensorëve kur fillojnë domethënë skijat, aty duhet mbahet rendi e para. E dyta, secila pistë e ka atë pjesën ku përfundon pista, edhe më duhet ngadalësohet shpejtësia e skimit, edhe ajo është njëra ndër më shumë që duhet respektohet, pasi që në atë pjesën poshtë ka skiatorë që presin mund të ishte kërkesë të rrezuar dikush, mund të vijë deri te lëndimi. Tjetra send që duhet të respektohet maksimalisht është në rast se jemi skiator të mirë, asnjëherë nuk duhet të hyjmë në ato pistat ku janë për skiator më amator. Domethënë me ato që fillojnë te fazat, se secila pistë domethënë ndahet me ngjyra. Secila ka ngjyrën e vet edhe secila ka atë sa është e rrezikshmërinë e vet. Domethënë nëse ne jemi skiator të mirë, nuk guxojmë të hyjmë te pistat për fillestar. Po edhe anas tjetër, nëse jemi fillestar, domethënë nuk guxojmë të hyjmë te pistat që janë me rrezikshmëri pak më të lartë. Pak më të lartë. Mund të na thuash se si ndikon terreni dhe kushtet atmosferike për të mësuar skimin? Terreni është se ndër gjërat e para që normalisht do t'i kenë ato kushte, fakt do të ketë borë e para që të realizohet pa problem. Ajo është ndër sendet më shumë që kena nevojë, faktikisht pasi që në rast se nuk ka kushtet mira atmosferike, kushtet e jo të mira atmosferike në çështjen e skimit janë nuk ka shumë erë, ajo nuk është e preferueshme për skiatorët, pasi edhe ski ashensorët ndërpriten shkak e erës, ka disa sistema automatike që janë domethënë që ndërpriten automatikisht. Ajo është si ndër kushtet që më problematike. Për pjesën tjetër domethënë nuk është shumë problematike pasi që ne normalisht dimë se kena shku me një mal ku normal pritet të kese borë, edhe pritet të kese ftofë atjet. Ajo nuk është diçka që përbën problem. Problematikën e përbën vetëm pjesa e erës që frynë
Ajo është shumë e rëndësishme, domethënë, mos tjetë që të mësim skimi më lehtë. Të flasim pak për interesimin. Si është interesimi për këtë sport, për të mësuar gjatë, e dim që ky lloj sportit bëhet vetëm gjatë dimrit. Gjatë dimrit, po. Interesimi pas realisht, domethënë, ka qenë gjithkohës. Unë me klubin e notit, me klubin e skimit, e kem prej afërsisht vitit 2017, edhe prej asaj kohë, domethënë, fillim normalisht interesimi nuk ishte shumë i lartë derisa të adaptohen, derisa të njihesh si klub i ri, si shkollë e skimit e re. Po rritje më të madhe si shkollë kemi pasur pas pandemisë COVID-19, që njerëzit, edhe fëmijët, edhe prindët, edhe shumica e tjerë, mendoj se e pan të arsyeshme që të merrem me një lloj sporti që dalish natyrë. Ishte ajo periudha kur njerëzit kërkojnë dalin në natyrë, se ishim gjithkohës mbyllur edhe sent, edhe kërkojnë dalin në natyrë. Ajo e boni që ne nisim të dim vlerën pak më tepër sportit, realisht, edhe sportit në natyrë, si puna e skimit që është. E tash vitet e fundit e shoh se edhe interesimi shkon gjithkohës të rritet edhe më shumë. Normalisht, siç e thënë edhe më herët, është çështja e fëmijëve, që edhe njerëzve tjerë që stresi i punës, lodhja, ngarkesa, normalisht e bëjnë vetën edhe kërkon një vikend ose një periudhë të kalojnë mal, të kalojnë skim me familjen, edhe kështu që vjet mas vjeti shoh një rritje pak më tepër se sa vitet e kaluara që ishte. Po. Mund të na thuani se sa ka njohuri për skimin në përgjithësi, se ne e dim skimi në borë, por sa ka në përgjithësi njohuri për këtë lloj sporti? Ata që vinë për të regjistruar apo për të ju pyetur? Realisht, ata që vinë të regjistrohen edhe që pyesin, ato kanë shumë, normalisht se kanë marrë krejt njohuritë paraprake për skimin, edhe masandej vinë edhe shprehin interesim për të mësuar. Në rajonin tonë, atje për shembull, normalisht se kena afër qendrën e skimit Kodrës Diellit, edhe interesimi edhe njohuritë janë më të mëdha se sa në pjesët tjetër qyteteve tjera. Po tash e shoh edhe periudhën e fundit vjet për shembull, edhe vjetet e kaluara, kam pasur edhe shumë të interesuar për anën e Shkupit që kanë ardhur, për Kumanovës, normal. Në këtë vendet që kjo tregon se ka nis interesimi që shpërndahet në këtë rajonin, që paraprakisht kur vin, vetë se është i informuar me këtë sendet se ç'a kërkon ajo pjesë. Edhe kështu që të flasim pak për klubin, kur është formuar, kur është themeluar ky klub dhe cili ishte qëllimi i këtij klubit në fillim? Në fillim klubi është formuar në vitin 2017. Qëllimi i saj si klub, atë kur e kanë filluar në fillimet e para, ishte t'ju jap mundësi, unë jam në një shkollë private në atë kohë, dhe t'ju jap mundësi disa fëmijëve që i kishin interesim për atë çështje, për çështjen e skimit, t'ju jap një mundësi të ofroj mësimin e kursit skimit. Realisht kjo ka qenë edhe si dëshira ime e kohës, pasi unë si i ri jam marrë me skim, kam qenë edhe skiator garus, që kam marrë pjesë në gara, edhe për arsye të disa lëndimeve që kam pas, e kam ndërprer këtë pjesën e garimit, edhe normalisht ajo e kërkon atë që s'ka mund të vetet e ken ta është ato gjërat që i di të trashëgoj të tjerit. Tek të tjerët. Mund të themi se nga shteti, nga institucionet përkatëse, sa përkrahet ky sport, sa ju ndihmojnë në këtë drejtim? Realisht përkraja ekziston, por kushtet nuk ofrojnë, kushtet klimatike nuk ofrojnë mundësi që të vazhdohet, më thënë, mirët më shumë profesionalisht me këtë çështje, me punën e skimit. Për shembull, ne kemi sezon skimi afërsisht 1 muaj gjys 2 maksimumi te ne. Faktikisht nëse do fillojmë të përgatitim skiator profesionist, normalisht se duhet një periudhë kohore më gjatë për përgatitje. E neve nuk na ofrohen kushtet
klimatike për ta realizuar këtë çështje. Në fakt, ne kemi vetëm 2 muaj, siç e përmenda, vetëm 2 muaj skim. Për 2 muaj skim është pa probleme se kemi gara për shembull muajin e 5 që do të shkohet. Fëmijët do të ketë një përgatitje pa ndërprerje. Edhe kështu që nuk ofrohen kushtet për vazhdu mbështetjen më tepër si sport. Se realisht ka interesim, ka pas edhe skatorë, do të thonë, prej ne, që kanë arritur marrjet më të larta skimit, por problematika është se vim deri me një vend edhe ka një stagnim pastaj. Stagnim për shkak kushteve. Kushteve dhe mundësive që nuk ekzistojnë ato mundësitë e mëdha për shembull ne duhet kur jemi në kohën e verës, ne skatorët do të shkojnë skiësh me një vend ku të ofrohen kushte. Kështu për të shkuar në atë vend, do të thonë, janë normalisht argjime financiare më të mëdha edhe kështu që ajo krijon një farë problematike. Kështu që ne qëndrojmë në vendin tonë. Ne qëndrojmë në shkollën e skimit, në vendin tonë, mësojmë hapat e parë skimit. I presim ato 2 muaj dhe i shfrytëzojmë maksimum. I shfrytëzojmë maksimum, kjo është. Atëherë të flasim pak për garat. Sa janë interesimi për të marrë pjesë në këto gara që organizohen gara gjatë këtyre 2 muajve në Kodrën e Diellit? Janë organizuar gara vitet e kalume. Ka pas, ishte viti 2019, kur e realizohen disa gara atëherës, edhe morën pjesë disa shkolla dhe disa klube, mirë po realisht me shkollën time të skimit nuk kam paraqit shumë interes për të marrë pjesë në gara, pasi që garat nuk janë, duhet të jenë, sipas mendimit tim normalisht, duhet të jenë disa gara të barabarta. Faktikisht nëse ka gara në aspekt të shkollave të skimit, vetëm shkollat e skimit, atëherës marrin pjesë. Por nuk është për shembull e drejtë merr pjesë një fëmijë që ushtron për hobi, edhe një fëmijë që ushtron profesionalisht. Atëherë nuk është e drejtë i njëjtit nivel. Edhe faktikisht vjen deri te demoralizimi i këtij fëmijës. Për atë arsye edhe nuk ka marrë pjesë në gara ku kanë qenë edhe garues. Mirë po planifikohet nëse do ketë gara në nivel shkollor, normalisht në nivel të shkollave skimit, atë normal që do marrin pjesë në ato gara. Vitet e kalume, siç e theka, edhe ka pas disa gara, vjet u planifikohet të organizohet Kupa e Sharit, mirë po kushtet klimatike, siç e përmenda, nuk na mundsuan të realizohet ajo, po shpresojmë këtë vit do ketë edhe gara. Kjo është. Atëherë na thuani se sa duhet ky lloj sporti të them të njoftohen edhe nxënësit nëpër shkolla, të ketë më shumë njohuri rreth këtij sporti, ndoshta kanë dëshirë, po nxënësit, jo vetëm ne dim që Tetova e din këtë lloj sporti, po nga ana tjetër, të themi Shkupi, Këndej, ju e cekë se ka interesim edhe nga Kumanova, nga Shkupi, por të bëhet të themi një njohuri më e gjerë nëpër shkolla, një prezantim të themi të këtij sporti. Keni menduar në të ardhmen si klub? Realisht këtë çështjen e lajmërimit e prezantimit nëpër shkolla nuk e kam menduar. Atë më thënë, ja u dhash një ide. Faleminderit. Nuk e kam menduar këtë pjesë, pasi që kjo mendoj se është një farë, ndoshta është edhe një problematik, edhe një obligim, po edhe është ndoshta mund edhe bëjmë keq me këtë pjesën e prezantimit, pasi që ti shkosh të prezantosh me një hapësirë ku dikush mund të marrë pjesë, dikush tjetër nuk mund të marrë pjesë, e mund krijohet ajo ndjenja e keqe të një fëmijë që s'mund të marrë pjesë. S'ka mundësi. Për atë arsye, po nuk ka mundësi financiare, nuk ka mundësi tjera të marrë pjesë në to kurse. Ju thash, si mjet të informimit edhe mjet të reklamimit më tepër i kemi rrjetet sociale, normal si që është edhe koha moderne tash në këto rrjetet sociale. Do thonë, atë kemi pa si të arsyeshme për ta prezantuar punën tonë. E tash rrjeti social është diçka që ne mund ta shpërndajmë, edhe kushdo mund ta shohë, kushdo jo. Kështu që ajo ishte problematika e parë, pse edhe në shkollën ku unë punoj, asnjë nuk kam bërë prezantim para fëmijëve
As në shkolla tjera nuk kam bas një prezentim për arsye që ju thash. Thjesht mos ketë dallime për ata të cilët kanë mundësi dhe ata nuk kanë. Atëherë ku mund të drejtohen të gjithë ata që kanë interesim për të ardhur në këtë shkollim të themi për skim, ku mund të drejtohen? Ato që kanë interesim mund të drejtohen në rrjetet tona sociale, në Instagram dhe në Facebook i kemi Shkolla e skimit atomik, është shkolla e anë, ose Ski School Atomik e kemi në Instagram. Lirisht mund të thonë të na ndjekin ato faqe dhe aty janë kretë mënyrat e kontaktit se si mund të bëjnë kontakt me klubin tonë. Dhe në fund, cila do të ishte mesazhi juaj apo këshilla juaj për gjithë ata që kanë interesim për këtë sport që duan të ushtrojnë, ta mësojnë? Mesazhi i parë, mendoj edhe më rëndësishëm i kësaj është njerë gjithë fëmijëve edhe gjithë njerëzve që pretendojnë për ta mësuar këtë, ju uroj njerëz shëndet edhe një sezon pa lëndime, ajo është e para. Ndërsa një mesazh motivues do i kisha thënë që ta provojnë skimin, edhe mësoni ta shohin adrenalinën e asaj edhe që do thotë kënaqësia e sportit edhe e malit. Dhe në pyetje, domethënë, çfarë është e më e rëndësishme në fillim, teknika apo ajo kënaqësia e sportit? Në fillim është mësimi i teknikës, kënaqësia vjen mas andej. Mandej, domethënë sfari teknika le ti mësoj mandej. Në fillim është teknika, mas andej normalisht se në ato hapat e parë kur mësohet skimi nuk ka dhe shumë kënaqësi. Pasi që ajo lodhje mëson ato hapet e parë, ndalesa, kthesa ka ecje, ajo ka lodhje. Ndërsa pjesa kur nisim mësohemi, atëherë vjen edhe ndjenja e mirë dhe ajo kënaqësia e këtij sporti që janë mësuar dhe tani më e din skimin deri në fund. Të faleminderit shumë Plaren për gjitha këto informacione që i dhe, kështu që edhe për gjithë shikuesit e televizionit ton të Maqedonisë, mund nëpërmjet emisionit ton në Ritmi i ditës, siç njoftoi edhe Plarenti, ju mund të kontaktoni në rrjetet sociale Klubi i skimit Atomik, ashtu nëse nuk gaboj, dhe kështu që mund të drejtoni të gjithë ata që kanë dëshirë që këta muajt e ftofta të dimrit që shfrytëzojnë në maksimum për të skijuar në kodrën e diellit. Atëherë qëndroni me ne dhe ne do të rikthehemi sërish në studio për të vazhduar edhe më tej me musafirin ton të radhës.